Për drejtësinë e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, me të vërtet, që shtojnë Arab hadith wala haraj. Fol edhe mos u tut. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith: Inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Allahu drejtësinë e ka vendosur në zemrën e Omerit dhe në fjalët e tij. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ngjarja e tij me njërin prej jahudive, i cili ka pas një problem me muslimonin, e shënon Imam Malikun në Muwatain e tij, ndan Omeri radhiyallahu ta'ala anhu drejtësi mes tyre dhe shmeton jep hakin jahudijës. Atëra i thot se në librat e tona të mëhershme, se thot Omer të vërtetën e the, se në librat e tona të mëhershme ka shkruajt kështu: Allahu xhalla wa ala dërgon dy melaçe që i ndihmojnë atij përderisa gjykon drejt. Ndërsa kur anon të majtë të djathtë, atëherë melaçet largohen prej tij. Gjithashtu ngjarja e djalit të Amr ibn al-Asit në Egjipt, kur kanë garuar me një Qibti në fund krishterë që kanë jetuar në Egjipt në atë kohë, kur ka garuar mes tyre dhe ja ka mujtë një krishterë, ta ja kanë marrë hakin e tij. Omer radhiyallahu ta'ala anhu i thret në Medinë edhe gjykon me drejtësi mes tyre, thotë kthenjani hakun që e ka, bile e thot një fjalë të njohur të tij radhiyallahu ta'ala anhu, thot meta ta'abbadtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Prej kurit njerëzit po i konsideroni sikur robër, kur nonat e tyre i kanë lind të lirë.